Imagjinoni partitë opozitare po thojnë që çmyri i Kosovës nuk na vyn me prodhu rrym edhe pse na ka fol zoti boll çmyr. E kena 14 miliard ton çmyr, rezervat e verifikume, e kena fol, po thojnë nuk na vyn se na e prodhojmë prej gasit. E marrim në termocentral prej gasit, e marrim gasin në Alask. E çaj gas kushton në prodhu rrym fix 6 fish më shumë se sa çto termocentrale që i kam unë mrapa. Dhe më thonë Kosova A dhe pak ma atej Kosova B. Pra 6 fish ma shtrejt. A dini çka po dojnë me bo? Po dojnë më shku me ble gasin Alask, që është Alask të Amerikës, që është pika ma e largë, ndër pikat ma të largë prej Kosovës. Në 10.000 kilometra largë. Me ble gasin, qatë gas me shndru LNG, dhe më thonë me shndru në gaz të lëngë përmes një procesi me teknologji moderne, që shkon në minus 162 gradë, duhet me shndru gjenjet langë, që ashtu shndruhet gasi në gjenjet langë, e depozitojnë e tankera, 10 javë për me pru prej Alaske e deri në Adrianopulos në Greqi, prej nga duhet prap me shndru në gjenjet të gast, e pastaj duhet me fut në tubacionet e gasit, duhet me dërgu drejt Macedonis, e nën Macedoni, deri Macedoni duhet me ndërtu prap një sistem të gasit, të gazifikimit, një tubacion lokal me Macedoni, nëse na lejon Macedonia, e për me pru në termocentral. E termocentrali kushton sigurisht një 500 milion euro, e ndërtimi i gasjellësit kushton 100 milion euro, me pru gazin kushton 100 milion euro tjera, pra po flasim në përkosto marramense, e çështu po duhen me naj liru faturat e rrymës. Çfarë budallaku? Do të thonë 6 fish ma shtrejt kushton qaj sistem se sa prodhimi aktual që është të ndohë në Kosovën A dhe në Kosovën B. Pra këhen 30 euro megavati, ndërsa nërë 180 euro megavatin nuk mundet mu prodhu. Ndërsa ne kemi gjetë një zgjidhje të thjeshtë. Zoti na ka falë çmyrën me shumicë, e qatë çmyr na kena me shtru në gas, përmes gasifikimit. Pra, në këtë vend, këtu bashkë të Kosova A, ka qenë fabrika gazifikimit, ajo fabrikë do të është mbyll pasi që ka qenë teknologji e vjetruar, pra mund ta bëjmë një fabrikë të re, me teknologji të reja që nuk është as ndotëse, dhe në këtë mënyrë ta marrim çmyrin fal, ta shndrojmë në gas, edhe të kemi kosto, të ndërtojmë një termocentral, edhe të kemi kosto shumë më të lirë. Faleminderit.